Më në fund është zbuluar se muzika ndryshon perceptimin e njeriut, jo vetëm perceptimin, por edhe statusin emocional dhe jetën e njeriut. Tani do të tregoj disa sekrete interesante që nuk bëhen publike. Kush është rastisht e ti bëj lajt faqes që jemi sërish, unë do ta filloj e kemi folur njerët për këtë, por do të them vetëm një pjesës të vogël të William Rich. Nëse mbani mend, kemi folur për William Rich, ai që zbuloi orgonin ose eterin, atë pjesën vitale ose jetësore të njerëzve, të species, të qenjeve, të bimëve, të çdo gjëje. Pra organi është ajo që jep jetë çdo gjëje. Dhe sipas gjasave, ne nuk e dim, por sipas gjasave, mund të jetë edhe ajo që jep shkak njeriut pra për jetë në jetën aktuale, për jetë që të jetoj. Pra nga momenti që ndizet shkëndia, që me anë të gjithësisë, sepse mendohet që është një Zot, që lind çdo gjë dhe krijon çdo gjë, dhe ai me anë të frymës që është kjo energjia, quhet orgone, pra ai jep jetë çdo gjëje. Dhe pse po flas për këtë? Sepse nuk ka pak dhe kanë zbuluar që me anë të muzikës mund të ndryshojë perceptimin e njeriut, mund të ndryshojë statusin emocional, mund të ndryshojë çdo gjë. E dini pse? Është e thjeshtë. Është e thjeshtë. Shiko, në vitin do ta them, në vitin 1929, një studiues gjerman, një mjek studiues gjerman, bëri një zbulim. Ai zbuloi me anë të disa valëve, zbuloi ritmin alfa. Në fakt ai sot quhet ritmi Berger, fal këtij mjeku, dhe ritmi alfa është statusi që ndryshon perceptimin e njeriut, që e modifikon njeriun, modifikon qelizat, statusin e tij, pra emocional, që si pasoj modifikon ADN-n, por dëgjojeni me kujdes, sepse atë që thoshte Berger atëre, që mund të ndryshosh me anë të fjalëve, të valëve, të muzikës, të dëgjimit, mund të ndryshosh çdo gjë, sot u bë realitet. Pra, siç thoshte Michael Jackson, nëse keni parë në një intervistë të Michael Jacksonit, tha një gjë fantastike në vitin 96, mos gaboj, kur e intervistuan dhe i thanë, çfarë mendimi ke ti për muzikën? Shiko, tha, muzika ndryshon njeriun. Pse e ndryshon njeriun? Sepse duke ne bëjmë muzikë dhe është si një punë mantre, që ti duke i lëshuar këto tinguj, i marrin njerëzit dhe zakonisht duke filluar që fëmijët, të rinjt, pleqt, etj, ata duke përcjellë mes njëri tjetrit, ajo lëshon vibracione dhe vibrimet e saj modifikojnë jo vetëm eterin, atë organi që ju thash më përpara, sepse ekziston gjithandej, por ndryshon edhe njeriun, sepse ndryshon perceptimin e njeriut. Ndryshon ato fjalë, për shembull, sa nga ju kanë dëgjuar disa fjalë në përkëngë. Fjalët janë tepër të rëndësishme në përkëngë. Bile fjala është gjë e madhe, varet se si e thua. Fjala është tepër e rëndësishme. Kur e lëshon ti në një këngë është fantastike, sepse po ta shikoni disa këngë që kanë disa fjalë të rëndësishme ecin përpara. Nuk diskutohet që është edhe ritmi i këngës që shpeshherë bëhet edhe e famshme kënga fal ritmit, sepse ka disa këngë shumë që nuk kanë asnjë sens fjalët, por ritmi, muzika është diçka e rëndësishme. Por sepse në atë moment ty të ka modifikuar ritmi, pra nuk të kanë modifikuar fjalët rezistojnë më gjatë, pra në modifikimin tënd dhe në perceptimin tënd. Por sidoqoftë, muzika pra ndryshon njeriun. Në fakt e modifikon atë. Këtë thoshte Michael Jackson dhe kjo është më së vërtet. Dhe tani po ju thoshe që ky zotëria që zbuloi këtë ciklin ose këtë frekuencën alfa, tani kjo që është thelbësore, siç thash, sepse frekuenca alfa është ajo që ndryshon njeriun. Në fakt, nëse keni parë në emisionin Enigma para disa viteve, e përsërisja shpeshherë, thosha 8 Hz, perceptimi i njeriut, ose maksimumi i perceptimit të trurit i njeriut, ose më mirë modifikimi i trurit i njeriut, ose i njeriut, i vetë njeriut. Dhe pse e thosha këtë? Pikërisht pra sepse është statusi që modifikon jetën tonë, sepse ka të bëjë me jetën tonë. Më ndiqni me vëmendje sepse është për të mirën tuaj. Pra çdo fjalë që dëgjoni në përkëngë, çdo muzikë
që ju dëgjoni ju ndryshon juve, pa e kuptuar ju ndryshon. Ju ndryshon jo vetëm në mënyrën e të folurit, pra çfarë gjendet në këngë, sepse përdorni ato fjalë por I keni dhe brenda vetes, por njëkohësisht ndryshon edhe mendimin tuaj në të ardhmen, ju pa e kuptuar, ju e përdorni atë. Për shembull, sa nga ju, do t'ju them tani, dua t'ju bëj këtë pyetje të rëndësishme. Sa nga ju nga këto videot që bëjmë këtu për ditë keni kujtuar një herë Nadir Murën? Për shembull, më falni që e them, doja t'ju pyesja, sepse ju qeni këtu dhe unë që ju lexoj, unë kam fiksuar vetëm disa, se jo të gjithë mund t'i fiksosh kur shkoj dhe lexoj komentet, por dhe shikoj mënyrën e të shkruarit ndonjëherë dhe që është I njëjti njeri, them unë. Kjo është e njëjta zonjë, ky është I njëjti djalë, sepse mënyra e të folurit është e tij. Pra, ajo mënyra e të folurit, ajo mënyra e të komunikuarit. Dhe të komunikuarit, se unë kam dëgjuar të flas, por e njëjta gjë ndodh edhe kur më dëgjoni mua. Pra, çfarë ka bërë diçka në jetën tuaj një mendim im ose një biseda ime duke diskutuar së bashku? A ka bërë ndonjë efekt diku që ju të thoni, po, në këtë moment unë kam menduar atë që ka thënë Nadir Mura. Sepse e di që shumë I ka ndryshuar dhe shumë nuk e thonë. Nuk ka problem, sepse unë jam këtu për të gjithë, nuk është asnjë problem. Bile mua më bëhet qejfi që në brenda tyre që të gjithë e dinë, për shembull, në disa raste, që janë ato fjalë që kam shprehur unë në për emisione. Dhe doja të thosha me këtë që është si puna e atij ujit që unë kur fillova, s'kishte askush në trojet shqiptare, në të gjitha trojet shqiptare, nuk kishte askush që fliste për studime alternative, sepse kështu I quaja në fillim. Pra për enigma, mistere e tjerë. Dhe unë kam qenë I pari që fillova. Dhe nga momenti që fillova, pastaj filluan dhe mbin edhe të tjerë fidan të rinj. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Dhe shumë prej këtyre, padyshim, kanë përdorur edhe disa teknika, disa fjalë, disa studime që kisha bërë, dhe siç ju kam thënë dhe herë të tjera që mu trash koka që të bëja maksimalen, ose të bëja thirrja maksimumin e fjalëve dhe rëndësinë e tyre që kishin në çdo emision. Në fakt, pikërisht për këtë, po ju them që janë tepër të rëndësishme ato fjalë. Pra fjalët në këngë, në diskutime, në këto video, janë tepër të rëndësishme. Këto video, nëse keni parë tani, sepse në fillim unë si e shita emisionin. E shita njerëzve që t'i tërhiqja, sepse ku ta dinin ata përse po flisja, me anë të muzikës. Sepse duke qenë në forum dokumentari me muzikë dhe I kombinuar mirë video, muzikë e tjere, bëhesh më për të tërhequr më shumë njerëzit. Por tani e bëjmë vetëm të thjeshtë, kështu që të dëgjojnë. Dhe ndaj dhe ka dhe sukses mënyra e të folurit, sepse edhe pse emisionet janë të bukura, nuk diskutohet, ndonjëherë edhe I bëjmë, por mënyra e të folurit, komunikuarit të drejt për drejt është I rëndësishëm. Pse? Sepse përveç se më shikoni kur flas, por vjen drejt për drejt dhe fjala është tepër e rëndësishme. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me muzikën. Dhe ne në statusin alfa, pra nga 8 deri në 13 Hz, ne modifikojmë jo vetëm veten tonë, por modifikojmë edhe gjendjen përreth. Pse? Sepse si thoshte edhe Michael Jackson, duke e përcjell fjalën, duke e përcjell mendimin, duke e përcjell muzikën, pra fjalën, mendimin, muzikën, çdo gjë, ti e përcjell në këtë status, në këtë nivel. Dhe ky nivel që janë miq tuaj, shokët, familjarët e tjerë, ju e shpërndani, njëkohësisht thithni dhe ato që të tjerët emetojnë. Dhe kjo bën ndryshimin, pra ndryshimin brenda vetes. Dhe sot kanë zbuluar që përveç se ka ndryshim, pra ndryshon njeriu, por që muzika është themelore, pra ndryshon perceptimin e njeriut. Në vitin 1986, mos gaboj, në Gjermani u bë një studim dhe zbuluan që organi, atë që kishte thonë edhe Reich, që se mbani mend, pra doktor Reich, ai që hapa bisedën fillimisht që e zbuloi, ata e zbuluan në mënyrë shkencore që ekziston. Dhe kjo ngjizje ose kjo shpërthim ose kjo val që gjendet, kjo frekuencë që gjendet në të gjitha speciet dhe në njeri, është tepër e rëndësishme, sepse duke sikur është në kombinim me të gjithë me çfarë ndodh në statusin ton, në botën ton, pra muzika, fjalët e të gjitha.
Dhe kjo është tepër e rëndësishme sepse rrit perceptimin e njeriut, pra frekuencat, por njëkohësisht ndryshon edhe njeriu. Kështu që ato shkrime, ato komente që unë i njoh, se cilin prej tyre nga jush, se cilin prej jush, ato me kalimin e kohës ndryshojnë. Ndryshojnë sepse ndryshoni ju, ndryshon mendimi juaj, ndryshon perceptimi juaj në bazë të asaj fjale, në bazë të asaj muzike, në bazë të këtyre diskutime e tjere tjere. Merrini me mend tani. Si që kam thënë për herë dhe do ta mbyll këtu, që mos ju lodh shumë, si që kam thënë gjithmonë, varet ku lind njeriu dhe ku rritet. Sepse në qoftë se më thuaj, si që kemi bërë disa herë këtë në për emisione, që në qoftë se lind një njeri në Afrikë dhe jeton aty pa asnjë lloj kontakti, jeton në natyrë, ku ta di unë, ai është i humbur, nuk mund të flasësh dot, të komunikosh në një diçka evolutive, sepse ai aq është perceptimi i tij. Dhe njëkohësisht, nëse një fëmijë lind në Amerikë, është komplet ndryshe, pra janë dy skaje të ndryshme. Dhe do ta mbyll me këtë që çfarë do thotë kjo? Më thuaj me kërri të them se cili je, si thoshin pleqtan dhe si thon akoma. E njëjta gjë ndodh edhe me këto video që bëjmë këtu, me muzikën apo me çdo gjë që ju rrethon, sepse ato çdo gjë ju ndryshon juve, personalisht dhe botën përreth nesh. Kështu që unë shpresoj të kem qenë i saktë, pres komentet tuaja, siç u thash, ato komentet që ju bëra pyetje më përpara, nëse do të ishte mundur që të më thoshin që mbani mend në një fjalë që thoni, po, këtë fjalë e ka thënë Adiri. Do të dëshiroja shumë, dhe ju falenderit. Falenderit që jemi për herë bashkë, ju dua fort, falenderit natën e mirë.